Përshëndetje, shikues të nderuar, po e nisim sot një emision cilin e kemi pagëzuar milioneri. Do thotë, ky emision do të ketë përmbajtje ekskluzive nga natyra e ekonomisë, është produkt i portalit Kosova Ime dhe kanalit 10, pra do të transmetohet çdo të shtunë në kanal 10, televizionin kanal 10. Sa i përket çështjeve ekonomike, popullata e Kosovës nuk është aq e interesuar, pasi që komplet krejtment i ka qysh me lexu për showbiz, mu marrë me showbiz, me politik, me emisione politike, mirë po fatkeqësisht as showbizi e as politika, do të thotë ato llafet e politikës, nuk e zhvillojnë një vend. Dhe një popullat, një kombë, një vend, nuk mund të zhvillohet nëse nuk i intereson ekonomia dhe nëse nuk merret me ekonomi. Pra, ne gjatë këtyre serive, çdo javë do të mundohemi që t'ua bëjmë ekonominë me të kapshme, me atraktive dhe të ndikojmë sadopak që popullata të fillojë të brengosit dhe të merret me këto çështje. Ky emision do të jetë i ndarë në disa rubrika, ku një do të jetë një shpjegim i temës dhe një analizim i temës, me cilën do të merrem, pasi që secilën javë emisioni e ka një tematik dhe do të mundohemi që ta shtjerrim këtë tematik, pra një analizë nga ana ime, për thotë si gazetar që është marrë gjatë me çështjet ekonomisë, ndërsa pjesa e dytë do të jetë një intervistë me një nga aktorët e asaj tematike, pastaj do të jetë rubrika Sa kushton, një term ekonomik dhe një shifër. Ne në emisionin e parë e kemi bërë një intervistë me drejtorin e administratës tatimore të Kosovës, zotin Ilir Mortezaj, i cili ka folur gjerë gjatë për gjitha çështjet akute sa i përket tatimeve. Për më tepër, ju lutem ndiqeni intervistën. Shikues të nderuar, përshëndetje. Jemi këtu me drejtorin e administratës tatimore të Kosovës, zotin Ilir Mortezaj, i cili do të jep një intervistë për emisionin tonë. Zoti Mortezaj, faleminderit së pari që ju përgjigjet ftesës tonë për intervistë dhe gatishmërisë. Faleminderit juve për ftesën dhe mundësinë. Do donim t'ja nisnim me rezultatet e administratës tatimore të Kosovës. Ç'është ecin punët? Po, në realitet, ATK-ja do të thotë vitet fundit është duke shënuar progres vazhdueshëm në shumë indikatorë, me theksëveçantë të pjesa e tyrave, ku tashme vitit 3 të radhas është që ne vazhdojmë të kemi rritje dyshifrore domethënë të tyra në raport me periudhat paraprake. Në vitin 2021 kishim një rritje rreth mbi 28%, 2022 mbi 21% dhe tani vitin e tretë jemi diku në afër 19% rritje të tyrës, më të lartë se sa periudha e njëjtë vit kaluar. Hyra nuk është indikatori vetëm pra që mat performancën e institucionit të ATK-s, por është njëri ndër indikatorët kësaj, ndërsa ATK-ja ka shënuar progrese edhe në programin e reformave që është duke realizuar. Desha ndalash pak te tyrat. Megjithatë, administrata tatimore e Kosovës vazhdon të jetë dukshëm në doganat e Kosovës sa i përket tyrave. Pse po ndodh kjo kur në vende të tjera nuk ndodh? Kjo është një procedurë, themi një politikë tatimore ose fiskale ku kompetenca e mbledhjes së TVSH-s do të thotë është deleguar në doganat e Kosovës në import. TVSH është dihet që është njëri prej llojeve tatimore që është e rregullt kjo? E rregullt është në shumë vende do të thotë ka praktika të tilla, po ka edhe vende të tjera të cilat TVSH inkasohet në brendi. Vetë fjala TVSH nënkupton tatim mbi vlerën e shtuar, që logjikisht dhe praktikisht është dashur që të inkasohet si lloj tatimit pasi që të krijohet vlera shtuar, pra pasi që të shitet produkti dhe jo në blerjet e lëndës parë, për shembull, jo në blerjet të mallit, i cili ende nuk është shitur. Apo hyp shteti në qafë bizneseve me këtë rast? Jo, mendoj që është një praktikë që nga themelimi i shtetit tonë, domosdoshmë është kjo praktikë që është vendosur, ka pasur zera, ka pasur kërkesa nga ana komunitetit biznesit që të transformohet obligimi i pagesës së TVSH nga kufirin e brendi, ka pasur edhe iniciativa do të thotë në hartim të licitacionit të tillë,
vite më parë, por që ende do thotë ka mbetur ligji i njëjtë pra i TVSH-s, ku kjo kompetencë e inkasimit të TVSH-s vazhdon të mbetet në doganat e Kosovës. E çka ndodh nëse nuk krijohet ajo vlera shtuar? Në rastet kur nuk krijohet vlera shtuar, atëherë ndodh për shembull themi të mbetet në kreditim, pra në mbi pagesë të TVSH-s dhe tatim paguesi ka të drejtën e kërkesës së rimbursimit dhe ne procedurat tona ligjore atëherë rimbursojmë ose rikthejmë TVSH-n e paguar nga tatim paguesi. A ka raste të shumta të rimbursimit? Ka numër të lartë të bizneseve, kjo nuk nënkupton vetëm nga mallrat të cilat importohen, po edhe në brendi, sepse dim që ne kemi 3 norma tatimore për llojin e TVSH-s, pra kemi normën standarde të 18%, normën reduktuar 8% dhe normën 0 për eksportet, pra dhe shitjet për jashtuara. Atë rastet kur një tatim pagues blen mallra dhe produkte me normë të standarde apo të reduktuar dhe mund t'i përpunoj ato dhe t'i rishes ose t'i eksportoj, në atë raste krijohet TVSH-ja që është në kreditimin që është krijuar nga TVSH-ja në blerje dhe pastaj paraqitet kërkesa për rimbursim. Në raste të tilla ne në procedurat të thjeshtuara i rimbursojmë ato mjete dhe tatim paguesi do të i kthehen. Pse po rimbursohet TVSH-ja për biznese kur po blejnë vetura luksoze? Tash të ligjit të TVSH-s e parashet do të thotë në rastet kur automjetet mund të jenë mjet themelor për biznesin, atëherë normalisht që i takon edhe drejta e njohjes së TVSH-s së brendshme. Ndërsa në rastet kur një automjet përdoret jashtë nevojave të biznesit, normalisht ai TVSH nga ai automjet nuk e njihet. Po çka ne kuptojnë nevojat, për shembull mund të më përdorë një veturë luksoze për të shkuar në ushtri e më këthy, po themi kompani që merren me taksi për shembull, automjeti, pra vetura, dihet që është mjet themelor, nuk është luksoz. Po mund të kemi kompani të cilat për shembull automjeti mund të jetë reprezentativ për shembull, mund të jetë për drejtorin CEO-n për shembull, ose drejtorin financiar ose një strukturë tjetër të punonjësve. Megjithatë po flasim për një veturë luksoze. Në rastet për një mall luksoz. Ligji parashet në rastet caktuara që të njihet të drejta të TVSH-s deri në 50% të vlerës së TVSH-s së paguar. Por në rastet të tilla mendoj që theksi duhet të vënohet në atë se për çfarë përdoret ai automjet. Dhe në rastet kur e dim nëse po i referohesh rastet të veturave luksoze ose super luksoze, atëherë rastet të shumta nga këto nuk i njihet të drejta të TVSH-s së brendshme. A ka shumë raste të rimbursimit të TVSH-s në vetura? Jo, nuk ka raste. Të mundën me kanë shumë minore në raport me rastet të tjera. Rastet të shumta rrjedhin nga procesi i investimeve, nga procesi i eksporteve që mund të jenë, apo edhe raste të caktuara kur mund të kemi shitje të deklaruar më të ulët se sa vlera e kostos. Okej, e i cekt dhe thotë reformat. Çka i presin bizneset? Çfarë ndryshimesh? Jo, me çka do të ballafaqohen? Ne punojmë në vazhdimsi në thjeshtësim të procedurave, pra në ofrim të shërbime më të mira për tatim pagues duke i digitalizuar shërbimet tona. Tani me kemi mbërrit që të digitalizojmë pothuajse 100% të shërbimeve që i ofrojmë për tatim pagues. Në njëjtën kohë punojmë në drejtim të minimizimit të mundësive të zhvillimit të informalitetit, pra në identifikim të rasteve të cilat janë mos përmbushur tatimore, pra në krijim të mekanizmave të cilët përveç që luftojnë informalitetin, kuptimin e dëmtimit të buxhetit në mospagesë të tatimeve, në njëjtën kohë luajmë edhe rolin e rregullatorit të tregut. Pra, ne gjithë jemi vetëdijshëm që një pjesë e madhe bizneseve janë më tepër se sa, ndoshta vetë ne si institucion, të interesuar që të kemi rend dhe ligj në çka e gjen ata që nuk i paguajnë tatimet ato biznese? Po në rastet kur kemi mos përmbushje tatimore, kur sistemi ynë elektronik identifikon si rastet mos përmbushje tatimore, atëherë caktojnë rastet për inspektime apo për kontrolla, dhe kur konstatohet që ka shmangje tatimore, ka mos pagesë tatimeve, atëherë aplikohen edhe masat ndeshkuese, gjë që ne si institucion asnjëherë nuk kemi prirur që të vrapojmë mas ndeshkimeve, por janë mekanizëm që në formë rregullon masat më të rënda ndeshkuese. Nëse flasim për inspektime, kemi gjoba mandatare, për shembull, të cilat janë vazhdim nga qarkullimi prej 125 euro deri në 1000 euro për një shkelje të caktuar.
Ndërsa nëse flasim për kontrolla, atëherë janë ndëshkimet 25% dhe 50% për nëndeklarim të tatimit, po të njëjtën kohë janë edhe për mospagesë ose vonesë të pagesës me evazioni fiskal është vepër penale apo? Përveç këtyre ndëshkimeve, se pyete për ndëshkime, është edhe pjesa e veprës penale, sa herë që konstatohet që ka elementet e veprës penale një shmangë tatimore, atëherë procedohet edhe në prokurori dhe në organe tjera. A mund më shku në burg, domethënë? Patjetër. Sa është dënimi me burg, nëse një është pjesë e përgjegjësisë juridike, pra penale, në këtë rast gjykata vendos se çfarë masë. Sa është dënimi maksimal? Vazhdimisht për veprës. Vazhdimisht për veprës, këto nuk po du me hyrë në fushën e pjesës drejtësisë, sepse është kompetencë e tjetër kujt. Po, do me thonë, nëse një biznes nuk i pagun tatimet, do me thonë përveç ku SHPK-s, ku vërtet janë procedurat më komplikume, po në biznes individuale, në këto tjerat atëherë mund të shkojë edhe në burg, disa vjetë burg nëse si pagun tatimet, apo? Patjetër, për tej do të të pjesës administrative që ka të bëjë me shmangit tatimore, me ndëshkime mandatare dhe ndëshkime tjera që i potencohen me parë, është pjesa penale, sa herë që konstatohet nga zyrtarët kompetent që ka elementet e veprës penale në shmangit tatimor. Pra, çfarë kupton kjo? Kur ka tendencë të qëllimshme të shmangjes tatimore. A dërgoni shumë raste në gjykata? Dërgohen sa herë që plotësohen kushtet. Ideja jo nuk është asnjëherë që ne të aplikojmë mekanizmat të ndjelljes së frikës në kuptimin e saj edhe të burgosjes së njerëzve, po edhe në masa ndeshkuese të tjera. Gjithë fokusi jonë është në drejtim të krijimit të mekanizmet që secili biznes, individ, çfarë do të jetë ai aktor ekonomik, të kuptoj drejt përgjegjësitë tatimore që ka në raport me ligjin dhe të ketë të kuptueshme procedurat që kanë për deklarim dhe pagesë tatimit. A keni bën ndonjëherë motje të evazionit fiskal përkatësisht të ekonomisë informale? Në çfarë shkallë është? Ka qenë përpara raportit dikun 40 deri në 50% që është ekonomi informale, mirë po a ka ndryshuar diçka në këtë rast? Tash tek pjesa e matjes së ndekut tatimor, ne mund të themi që kemi një lloj sfide për institucionin tonë, për përgjithësi për shtetin tonë, sepse fatkeqësisht ende nuk kemi mekanizmat tonë të brendshëm të cilat bëjnë matjet e ndekut tatimor. Përmes iniciativës time si drejtori i përgjithshëm, do të thotë nga viti 2019 kam parashtruar kërkesa në organizata ndërkombëtare për ta përkrahur në drejtim të matjes së ndekut tatimor. Në vitin 2021 kemi gjetur një dakordim me përfaqësuesit e Bankës Botërore që të bëjnë matjen e ndekut tatimor, ndërsa kërkesë plotësuese shtesë ka qenë nga ana e jonë që Banka Botërore, ose ekipi i Bankës Botërore përveç matjes së ndekut tatimor të angazhoj ose të inkorporojnë në ekipin e tyre dhe zyrtarët tonë me qëllim që ata të aftësohen, të përgatiten profesionalisht që në të ardhme ata të jenë të aftë të bojnë vetë matjen e ndekut tatimor. Fatkeqësisht ende nuk e kemi një raport zyrtar nga ky ekip i Bankës Botërore, pra një raport final, kemi pas një draft raport, por ne kemi kërkuar nga ky ekip që të përfshihet edhe vitin 2021 dhe 2022 në matjet e ndekut tatimor, në mënyrë që të kemi statistika më reale. Por ndryshe, indikacionet në draft raport ç'është janë? Ka ulje të ndekut tatimor. Po sa është pra? Ka ulje, nuk mund të flasim sepse është draft. Po mirë, po flasim vetëm për indikacione, sa janë indikacionet? Indikacionet ka ulje të theksuar, ashtu nga lloji të tatimeve, po ka ulje të theksuar. Megjithatë 100 milion euro mbesin. Po ka ende informalitet, sikurse ka gjithë botën, edhe tek ne. Por vetëm me plotësuese kur ka matjet e fundit që kanë qenë zyrtare kanë qenë vitin 2017 nga Komisioni Evropian, ku në atë kohë do të është raportuar se kemi një ndek tatimor ose një ekonomi të zezë 31.7% dhe ekonomi të herët 28%. Nga atëherë dhe i tani, nëse shohim historikun, ATK në vazhdimsi ka pas rritje të tyra më të lartë se sa rritja e Zoti Marteza, a mund të përshikues, sepse unë e di që është ekonomia zezë dhe herët, po a mund të shpjegoni në terma të thjeshtë çka është ekonomia zezë, ekonomia që nuk pagun tatime fare. Ekonomia zezë në kupton gjithë shmangët tatimore dhe përtej do të thotë përgjegjësive të administratës tatimore, pra në këtë rast edhe kontrabanda që bëhet edhe në import këto. Ekonomia herët ka të bëjë me informalitetin brendit të kufeve. Okej. Desha ty pak tek një prej industria argëtimit në Kosovë vazhdojnë të jetë në nivele shumë të larta. Shpenzimet, domethënë, vazhdojnë të jenë jashtëzakonisht të larta. Që është mirë, unë besoj që është mirë, pasi që pas sigurimit të mbijetesës njeriu ka nevojë për argëtim. Domethënë, në bazë të llogarive që i kanë bërë vetë duke u bazuar në të dhënat e ASK-s,
Agencisë Statistika të Kosovës, del që dikun në Kosovë janë 20.000 kurnërëzime në vit, dhe kemi dikun rreth 20.000 dasma nëse merren me FES-at, pasi se jo gjithë bëjnë dasma, mirë, po kur bëjnë me FES-a aty mbërjet, që shkon në shifra qindra milionëshe shpenzime, do thotë. Prej tyre, dy faktorë janë që glabrojnë shumicën e kësaj shume. Janë restorantet, që organizojnë dasmat e tilla dhe këngëtarët. Çka ka bo ATK-ja në këtë drejtim që ta zvogloj informalitetin aty dhe t'i detyroj të paguajnë tatime? Ne tani me ka kohë do të muaj dhe theme edhe vite nështë që jemi duke proklamu vazhdimisht çastin tonë do të të në menaxhim të rrisëve do të të në mos përmbushje tatimore, ku nga një çasti gjithësisht që kemi pas në kaluar tani kemi një çasti sektoriale, çka në kupton kjo? Kjo në kupton që përmes sistemit tonë elektronik identifikojmë industritë apo sektorët të cilat prodhojnë rreziqe më të larta në mos përmbushje tatimore. Në këtë rast njëri prej industrive ose sektorit që është potencial me rrezik të lartë në mos përmbushje tatimore është pikërisht edhe gastronomia, tu i përfshi do të thotë përveç grupet që potencohet do të thotë restorantet që organizojnë në ahengje, grupet e këngëtarë, për te tyne edhe restorantet, kafeteritë këto, të cilat vazhdojnë të jenë një risk në mos përmbushje tatimore. Ndjem dëshmitar të realitetin të teren, ku vazhdohet edhe këtu në kryeqytet të mos shohë kupurin fiskal nga kafeteritë. Një kafe është duket në shqeqim pare vogël, po kur nuk shohet kupurin fiskal, do të thonë me automatizëm ato, nëse kushton një kafe, do të thonë €1, atëherë 28 cent ose rreth 28% do të thotë ka shmangje tatimore. Dhe kjo mban që ne jemi të fokusuar në këtë drejtim në këtë sektor, ku kemi përgatitur edhe planin apo projektin specifik për trajtim të kësaj kategorie. Dhe nga veprimet tona gjatë vitit kaluar përveç inspektimeve në teren dhe thirrjeve të vazhdueshme publike, ka bënë që në vitin 2022 të kemi rritje të qarkullimit deklaruar nga kjo kategori, nga rreth 10 milion në mbi 21 milion, dhe rritje të pagesës tatime nga rreth 800.000 në mbi 2 milion euro. Do të thonë 21 milion paguajnë vetëm qarkullim të deklaruar. Qarkullim të deklaruar. Të deklaruar nga kjo kategori e biznese, pra nga gastronomia. Pjesa jo vetëm e këngëtarëve kjo. Këngëtarëve, okej. Sepse nëse përfshin tani në gastronomi, këngëtarët e Kosovës paguajnë 21 milion euro. Kanë qarkullim 21 milion. Kanë paguar në vitin 2022 mbi 2 milion euro. Mbi 2 milion, okej. Për te këtyne, në informatat ne që kemi pas gjatë inspektimeve dhe informatat tjera nga kanalet tjera që kemi siguru, kemi identifikuar raste të caktuara të cilat nuk kanë deklaruar sakt. Dhe si rezultat e asaj, nga kontrollat që kemi zhvilluar, gjatë këtij viti diku mbi 800.000 euro janë tatime shtesë. Ose informalitet i konstatuar, i konfirmuar nga ana e inspektorëve tanë në teren. Keni procesuar dhe janë proceduar si raste do të janë vlerësuar këto tatime, dhe të njëjtën kohë, aty ku ka pas elemente ndoshta të veprës penale, në koordinim edhe me prokurorin e shtetit, do të thotë janë proceduar si raste. Sa raste prafërsisht janë dërguar në gjykatë për këngëtar? Nuk kam me informatën se sa, po është dërguar ndonjë këngëtar i njoftën? Këto janë gjithë stratës tonë të janë këngëtarët që janë të vendit tonë, por ashtu atyre që janë edhe këngëtarë që ndoshta kanë vendbanim të përhershëm në vende tjera, por që janë edhe shtetas të Kosovës. Desha dalte vetura, do të thonë disa këngëtarë kohën e fundit kanë deklaruar blerje të veturave me çmime marramendse. Do të thonë njëri 500.000, tjetri 500.000, tjetra dy vetura mbi 500.000, do të thonë po flasim vërtet për shifra të çmenduna. A keni ndonjë mekanizëm ju që i hulumton këto vetura ka vinë të pare prej heri? Ne kemi potencuar edhe me parë do të falë mbështetjes që kemi pas nga ambasada britanike, ne kemi arritur që të sigurojmë një software përmes të cilit do të thotë shumë informata gëshëtohen, pra thithen shumë informata dhe përpunohen ato informata dhe prodhohen edhe raste. Në këtë rast, njëra prej adresa ku ne verifikojmë në këtë rast
pasurinë apo themi edhe tanat e individëve dhe të bizneseve, është edhe pjesa e këtyre veturave. Edhe në rastet kur konfirmohet që një X person ose një X biznes ka bler një veturë tillë, për shembull 300.000, 500.000, 200.000 dhe ana tjetër nga qarkullimit e tyre në administratat timore rezulton se nuk përputhen do të thotë dhanat ose fitimet e deklaruara në raport me veturën, atëherë shkohet dhe verifikohet se ka është prejardhja e asaj pasurie ose atij automjeti të blerë. Dhe në rastet kur konstatohet që nuk ka mbulueshmëri, nuk ka arsyeshmëri, atëherë edhe bëhet vlerësimi tatimor. Tash do të thotë në bazë të statistikave dhe në bazë të hulumtimeve ekonomike, realisht pasqyrave financiare del që kostoja e mallit shitur që njihet në ekonomi për shumicën e bizneseve, aktiviteteve ekonomike shkon diku në 60-70 deri në 80%. Që në kupton për t'i pas 500.000 euro të gatshme duhet me bëhen qarkullim një 4-5 milion euro. Ato nuk po du me bë vlerësime hipotetike, sepse varet për aktivitetit, varet për biznesit, sepse nëse plasim tash kur folëm për këngëtarët, atë mundën me pas këmëshën, ose kostën e madhe që i të dhe ma tëllët. Pra margjën fitimit mundën me pas edhe shumë atë lartë, për shembull. Mund ta kenë, po pastaj garderoba luksoze, jeta luksoze që bojnë këta e hynë këmëshë pastaj. Për ata potencua faktin se ne a priori asnjëherë nuk paragjykojmë se dikush ka një pasuri edhe me automatizëm ai mund të jetë. A keni një standard të motës së këmëshës? Po patjetër, me fakte bazohemi. Me fakte bazohemi, sepse ato standardet që i potencua mund të merren vetë si hipotezë për me kriju rastin, me dyshu, me kriju dyshimin ose me eliminu dyshimin. Dhe në rastit kur konstatohet që ka elemente dyshime që nuk mund të jetë aja para ose aja pasuri, nuk mund të ketë arsyeshmëri, atëherë shkohet dhe verifikohet. Dhe vetëm atëherë kur verifikohet, do të vërtetohet me argumente se aja pasuri nuk ka bazë, po më thënë nuk ka mbulueshmëri, nuk ka arsyeshmëri se ka ardhur paraja që është blerë e veturë, atëherë bëhet vlerësimi tatimor. Sepse ne dihet që vendimet tona ose vlerësimet tona shkojnë edhe në për instanca ankimore, përveç brenda këto institucionit tonë edhe në për gjykata. Dhe ne jemi të obliguar të vërtetojmë ato para gjykatës çdo vlerësim tonë. Sigurisht. Do thotë një prej elementeve tjera është edhe e keni bërë do thotë një program i cili merret me vlerësimin e pasurisë së njerëzve të pasur. Që fillon domethënë nga 1 milion, 2 milion deri 20 milion sa shkon janë kategoritë të ndara. Tash s'po di ç'është quhet saktë. Mirë, po a mund të na shpjegoni si funksionon ky program? Realisht kjo është janë projekte, cilat ne thash që nga viti 2019 kemi filluar me këto projekte sektoriale, edhe në këtë rast ndoshta kjo si persona të pasur, ndoshta në publik është keq interpretuar, domethënë nuk është asnjëherë ideja që të ndjeket askush në kuptimin klasik. Ne paralel me projektin për persona të pasur kemi proklamuar edhe projektin për tatimin tona personale, që në kupton gjithë përfshirje, edhe ata që kanë fitime ose kapital më pak, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, po edhe ata që kanë fitime më të larta. Pra, ne këtë rast vetë kemi dashur me nda kategoritë për çështje operative tona. Përndryshe, ne si menaxhment i ATK-s, po mendoj se gjithë është një ish dashur që t'i gëzohet faktit që të kemi persona individ sa më të pasur. Sepse kur ka individ pasur, ka shoqëni të pasur. Kur ka shoqëni të pasur, ka shtet pasur. Pa diskutim. Kur ka domosdoshmë persona të pasur, ka mbushje të buxhetit më të lartë. Dhe në këtë rast është një mirë shtetit kur kemi sa më shumë individ të tillë. Jo, po ju vetë keni çujt program për persona të pasur. Po, shumë korrekt, po vetë po du për shekues me elaboru që në këtë rast do thotë ideja është që sepse ata persona të pasur janë edhe pronarë të biznesit, shumica nga ata. Gjë që ata kanë deklaruar përmes biznesit të tyre, kanë deklaruar fitimet e tyre. Dhe në këtë rast ne vetëm shkojmë e vërtetojmë. Ato ku ka arsyeshmëri se ka rrjedh aja pasuri, atëherë është gjithçka në rregull. Mirë, po në raste të caktuara
kur kemi mos përputhje të fitimeve ose pasurisë të tyre në raport me fitimet e deklaruara, atëherë bëhet vlerësim tatimor. Domethënë ju e keni atë kategorizimin e njerëzve të pasëm. Sistemi identifikon ata, bazuar në dhënat që mblidhen ose thiten a ka shumë njerëz të pasëm në Kosovë? Unë mendoj që duhet me pas hala më shumë, sepse nuk janë mjaftueshëm. Hala duhet me pas më shumë. Sigurisht doja që gjithë jemi milioner apo në atë kuptimin po flas realisht, domethënë që ish dashur hala më shumë të kemi sepse shoqënia është më e pasur, ndoshta s'kishim pasur nevojë me dalë për shtete të tjera me kërku jetë më të mirë. Do t'i kthehem edhe dy çështjeve tjera. Një do të thotë objekti i administratës tatimore të Kosovës është shumë afër rrugës telefonisë mobile. Do të thonë tu janë dhjetra lokale, biznese të cilat shesin ekskluzivisht telefona mobil dhe pajisje përcjellëse për to. Mirë po, duket është krijuar një përshtypje që evazioni fiskal aty është bajagi i lartë. Nuk shohin kupona fiskal, nuk e paguajnë të vëshën, apo subjekti cilëve tatimi janë, të tash varet çka tek, po... Po, në realitet është një fenomen që ka vite që është i shfaqen. Ne mundohemi bëjmë përpjekje të vazhdueshme që ta monitorojmë dhe deklarimin dhe pagesën e tatimit edhe nga kjo kategori e bizneseve. Kem pas aktivitetet përbashkëta me doganën e Kosovës. Përtej këtyre aktivitetet përbashkëta me dogana ka pas edhe aktivitetet të veçanta. Dhe ditëve të fundit më sa kam pa, do të thotë ka pas veprime nga ana e doganierëve të Kosovës ku kanë identifikuar biznese që kanë pasur pra aparate telefonike të pa zhdoganuara ose të themi pa prejardhje, madh pa prejardhje. Dhe në këto raste sigurisht që merren masat juridike, por prapë mendoj që këtu, sepse dim që telefoni është një mall i vogël që lehtë është i kontrabandueshëm, po i shtrajt shumë, lehtë lart, po lehtë i kontrabandueshëm dhe i vështirë mu identifiku. Mendoj që ndoshta në këtë rast ne si shtet ish dashur të bëjmë veprime të tjera që do të kanë bërë shtete të tjera në aplikim të kufizimeve, në shfrytëzim të aparatet telefonike në rrjetin e përgjithshëm brenda territorit të Kosovës, në mënyrë se ti pamundësohet që të përdoret një telefon i cili vjen, sepse e dim që ne eksportojmë telefona, vijnë nga importet gjitha, dhe në rastet kur hyn brenda territorit të Kosovës, një aparat telefonik të mos mund të përdoret pa u zhdoganuar ai. Ky do të ishte çelësi më i suksesshëm që i kish zgjidhur këtë problematikë. Okej, çështja që do doja ta shtroja se tash kam dy, është edhe çështja e punësimit në Kosovë. Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka deklaruar që forca punëtore në Kosovë ka rrinë 400.000 persona. 400.000 vende pune. 400.000 vende pune, okej. Forca punëtore e Kosovës është 1.2 milion. A nënkupton kjo që papunësia në Kosovë është 66%, apo nënkupton që niveli i informalitetit është bajagi i madh? Unë s'kam statistika të tilla për me ditë se sa është tregu i punëtorëve në vendin tonë. Sigurisht ne dim që kemi dhëna ndoshta nga enti i punësimit se sa punëtorë ose sa qytetarë lajmërohen si të papunë, por që mendoj që është numri shumë më i madh se sa ai që lajmërohen atje, sepse dim që këtu nis secili rrethit familjar ku një pjesë e madhe aty nuk shkojnë për të lajmëruar sepse nuk besojnë në zgjidhjet e problemit. Mirë po, dhënat cilat janë raportuar nga ATK-ja dhe raportohen vazhdimisht në këtë rast edhe dhënat cilat ministri Murati i ka shfaq ose i ka proklamu, do të thotë janë dhënat që janë të bazuara në dhënat e ATK-s dhe janë mbi 400.000 vende pune të cilat janë zyrtare, do të thotë raportuara në vende pune. Vende pune në kupton sepse këtë rast kemi një qytetar i cili mund të ketë 2 ose 3 vende pune. Ndërsa si numër i qytetarëve që ose si me numër të identifikimit kemi rreth 380.000 punonjës janë në Kosovë. Okej. Pjesën e informalitetit, kjo mendoj të vende punë ka përmirësim të dukshëm në kuptim të punëtorëve të cilët në kaluarën kanë qenë pa kontrata pune,
dhe tani janë formalizuar. Ne kemi projekt veçantë edhe për këtë çështje. Kemi krijuar projekt veçantë nga viti 2021 për të trajtuar këtë kategori të shtetarëve. Pra, gjithë ideja ka qenë këtë rast përveç pjesës dëmeve që ata kanë bën në mos pagesë tatime, ideja ka qenë që ne të kontribuojmë këtë rast edhe në krijimin e mundësive që të shfrytëzojnë të drejtat dhe obligimet edhe punëdhënësi edhe punëtori. Do të ketë aksione që të formalizohet edhe më shumë punësimi në Kosovë? Na jemi duke mëruar çdo ditë punojmë në këtë drejtim, do të thotë tash fundi edhe në bashkëpunim me agjencionin me inspektoratin e punës, pra në këtë rast jemi duke bërë aktivitete të përbashkëta. Por i përsëris, nuk është nështë dëmi gjithashtë i madh në kuptim të mos mbushjes buxhetore nga kjo kategori e tatimpaguesve, sa është dëmi në pjesën të drejtave dhe obligimeve që kanë të dy palët këtë rast punëdhënës dhe punëtor. E dim faktin për shembull nga statistikat që raportohen me 10 raste gjatë një viti ndodhin me fatalitet për shembull. Dhe mungesa një kontrate punës çfarë pasojë sjell edhe për punëdhënësin, këtë rast po edhe të drejtave të familjes së të ndjerit, për shembull, së ndjerës që në Evropë, tazojmë në Gjermani, gjobat janë marramendse nëse nxjinë dikush jo formal, do të thotë që pa kontrate, i palajmëruar. Ndërsa këtu a ka gjoba apo do të rriten ato gjoba? Ne gjobat tona, sepse në këtë rast ne kur i identifikojmë ne si punëtor të paformalizuar, gjobat janë të tilla, pra siç e përmenda më parë, varësisht nga qarkullimi prej 125 deri në 1000 euro. Ndërsa inspektorati i punës kanë ligj veçantë që i trajtojnë këtë kategori dhe nuk po duhet të marrë kompetencën me klasë. Sigurisht, domethënë formalizimi është detyrë primare e inspektoratit të punës, pa diskutim. Po këtë drejtim ne kemi dalë sepse kemi lidhur me pjesën e përgjegjësisë pagesës tatimeve dhe në këtë rast kemi qenë përkras të procesit të formalizimit të punëtorit. Fundi do të thotë çfarë cekëm reformat në fillim, çka i pret bizneset edhe individët që zhvillojnë aktivitete ekonomike gjatë periudhës së ardhshme nga ATK-ja, çfarë ndryshimesh do të ketë? Ne kemi bërë reforma të mëdha në institucion që nga ardha ime në detyrën e drejtorit përgjithshëm nga viti 2019, pra kemi punuar me program të reforma dhe njëra ndër objektivat ky që ka qenë këtij programi reform ka qenë automatizimi i procesit të punës, pra krijimi i sistemeve. Sistemi ky që vetë përmban automatizimin e procesit të punës, ku të njëjtën kohë do të thotë përmes këtij procesi kemi pretenduar që ne maksimalisht të zvoglojmë ndikimin e faktorit njerëz, po të njëjtën kohë edhe të ngrisim dhe integritetin e institucionit. Dhe kjo ka bërë që tani do të thotë aktivitetet tona në terren mos jenë si procese ad hoc aty për aty, por të kenë rrjedhshmëri dhe të njëjtën kohë të kuptojnë edhe gjithë aktorët ekonomik që veprojnë në treg, pra gjithë komuniteti i bizneseve, përgjegjësitë që kanë në raport me pagesën e tatimeve. Dhe në anën tjetër, atëherë kur ka vështirësi të ndryshme në mos përmbushje tatimore, ne përmes procedurave tona ligjore do të thotë mundohemi që ti përkrahim edhe atë kategoritë të biznesit. Pra është fjalë të biznesit të cilat mund të kenë borxhe të papaguara, por të cilat nuk kanë arritur që ti përmbushin për shkak të rënies së likuiditetit, për shembull nga pandemia që ishte në vitin 2020, pastaj nga inflacioni që u krijua gjatë viteve 21-22. Kështu që gjithherë mundohemi që të jemi afër komunitetit biznesit. Anën tjetër, si veprime tona të vazhdueshme, ne do të vazhdojmë me këtë çështje, pra duke identifikuar sektore dhe grupe të caktuara të cilat janë mos përmbushur, bazuar në dhanat që na prodhojnë sistemet elektronike, pra fokusi do të jetë aty. Në anën tjetër, ne do vazhdojmë të bëjmë thirrje bizneseve që të jenë përmbushur tatimore, të mos binë prej aplikimit dëshkimeve që zyrtarët tonë tani pastaj kanë për obligim të aplikojnë. Dhe të njëjtën kohë, për fund, du t'i falenderoj gjithë komunitetin bizneseve që vazhdojnë paguajnë tatimeve, sepse kjo rritje do të thotë tyrave tatimore në nivel kaq të lartë është si rezultat i ngritjes së vetësimit të tatimpaguesve, të cilët kuptojnë drejt detyrimet dhe paguajnë tatimet.
gjë që përmes këtij procesi po kontribuojnë në ngritjet e mirëqenies së shtetërorëve. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, ishte ky do thotë Ilir Murtezaj, drejtori i administratës tatimore të Kosovës. Ne falenderojmë edhe një herë për gatishmërinë që të jep intervistë për ne dhe të sqaroj disa çështje që janë vërtet shumë të rëndësishme dhe delikate për ekonominë e Kosovës. Pra ndoqet intervistën me zotin Ilir Murtezaj, që është i pari i tatimeve në Kosovë, intervistë e cila u zhvillua në zyrën e tij këtu në Prishtinë. Ndërsa tash po e nisim një rubrik tjetër që quhet Sa kushton, dhe në këtë tematik, pasi që dasmat kanë qenë aktuale gjatë gjithë verës, unë jam marrë pikërisht me dasma. Pra sa kushton një dasëm, sa kushton industria e dasmave në Kosovë dhe sa kushton komplet industria e argëtimit. Një dasëm kosovare, do të thonë sipas Agjencisë Statistikave të Kosovës, në Kosovë bëhen dikun 20.000 kurorëzime çdo vit. Pjesa dërmuese e tyre bëjnë dasma. Mirë po pasi një pjesë jo mirë, po pasi një pjesë e konsiderueshme bëjnë edhe fejesa, atëherë ne kemi llogaritur që në Kosovë si bazë bëhen dikun 20.000 dasma pra çdo vit. Pjesa do thotë nga këto 20.000 dasma, një dasëm është llogaritur që kushton vetëm të organizohet dikun 10.000 euro. Në ato 10.000 euro, dikun 5.000 euro, apo 50% të shumës e merr restoranti ku organizohet dasma, pra ahengu. Ndërsa dikun 3.000 euro duke përfshirë aty, edhe bakshishet, pra mesatarisht dikun 3.000 euro duke përfshirë bakshishet, i merr këngëtari, ndërsa organizimet tjera i marrin dikun 2.000 euro, pra po flasim 10.000 euro vetëm dasmat. Dhe kur kjo shumëzohet me numrin total të dasmave në Kosovë, atëherë i bie që vetëm organizimi i dasmave në Kosovë kushton dikun 200 milion euro. Dhe këngëtarët marrin 60 milion. Ju e pa që zoti Murtezaj tha që gjatë vitit të kaluar këngëtarët kanë raportu dikun 20 milion euro që kanë deklaru dhe thotë që kanë pas të ardhurna, ndërsa në bazë të kalkulimeve tona del që dikun 60 milion euro këngëtarët marrin vetëm nga dasmat. Ndërsa nëse hynë edhe aktivitetet tjera, atëherë sigurisht që shuma shkon minimumi në mbi 100 milion euro. Pra, dikun 5 fishi i të ardhura nga këngëtarët nuk po raportohet dhe nuk po paguhen tatime nga to. Përveç këtij 200 milion shi për dasma, sigurisht që një pjesë tjetër e konsiderueshme shkon edhe për dasmorët cilët duhet të paguajnë shumë të konsiderueshme, ja për vesh, ja për bakshishe, ja për gjëra tjera, dhe nëse llogaritëm që një dasëm mesatarisht ka dikun 200 dasmor herë 100 euro shpenzime, atëherë i bie që një 200 milion euro tjetër të shpenzohet nga ta pikërisht prap për dasma. Dhe nëse llogaritën edhe shpenzime tjera përcjellse, siç janë udhëtimet, përgatitjet shtesë e gjëra tjera, atëherë industria e dasmave në Kosovë është llogaritur që shkon dikun mbi gjysmë miliardi euro në vit. Pra po flasim vërtet për shumë amarramense, kosovarët janë duke u argëtuar, mirë po sa kanë te kanë, kjo pjesë dihet që vjen shumica nga diaspora, përkatësisht nga vendet perëndimore, nga mërkimtarët tanë atje. Ndërsa kur kësaj i shtohen, kur kësaj industrijet e argëtimit i shtohen edhe organizimet të tjera, siç janë tazojmë synetit, pastaj fejesat që ka dhe më herët, mirë po ka dhe më tepër, pastaj ditëlindjet e ndryshme, mbrëmjet e maturës, e këto gjëra atëherë del që industria e argëtimit në Kosovë kushton dikun mbi 1 miliard euro çdo vit. Pra kosovarët për t'u argëtuar harxojnë së paku 1 miliard euro, që është vërtet shifër e frikshme nëse merret në konsiderat ekonomia jonë e varfër, mirë po aq del që shpenzohen dhe kjo është shifra jonë e javës. Që kosovarët, po e nisim edhe rubrikën Ekoterm, që kosovarët të familiarizohen sa më mirë me terminologjinë ekonomike, ne dëshirojmë të thjeshtëzojmë sa më tepër terminologjinë e kësaj lamie.
Kësaj radhe e kemi marrë termin ekonomia e hirt, cilin e përdori edhe drejtori Murtezaj gjatë intervistës. Ekonomia e hirt përfshin çdo aktivitet ekonomik që është i ligjshëm, por që është i paregjistruar dhe i paregulluar. Këto transaksione shpesh përfshin mundësi arbitrazhi ku një pabarazi në pikat e çmimeve në të gjitha tregjet gjeografike. Këto transaksione nuk regjistrohen në statistikat zyrtare. Kështu që aktiviteti ekonomik i raportuar i një vendi priret të nën raportohet. Nuk ka asnjë mënyrë të qartë për të fituar një kuptim të përsosur të sasisë së aktivitetit ekonomik, domethënë të ekonomisë së hirt. Shembulli i ekonomisë së hirt, duhet ta theshtoj edhe më tepër, është ta zëmë telefonat në Shqipëri mund të kushtojnë 1000 euro, ndërsa në Kosovë mund të kushtojnë 500. Në Shqipëri mund të kushtojnë 500 euro, ndërsa në Kosovë mund të kushtojnë 1000 euro. Dhe një turist kosovar, gjatë verës, vendos të shkojë në Shqipëri, atje i shkon, kalon pushimet, i merr një 5-6 telefona nga 500 euro dhe vjen i shet në Kosovë nga 1000 euro, apo ndoshta edhe më pak, dhe nuk i raporton fare këto të hyra. Kjo është ekonomia e hirt, ku ai fiton, nuk paguan tatime dhe këto transaksione nuk regjistrohen fare. Mirë, po çka ndodh? Kjo ekonomi e destabilizon tregun, pasi që i vën në pozitë të pabarabartë në treg ata cilat i raportojnë dhe paguajnë tatime. Prandaj edhe kjo ekonomi është e dëmshme. Të nderuar shikues, ky ishte emisioni i parë Milioneri. Shpresojmë që të na ecë mbar dhe shpresojmë që të gjithë të filloni të jeni më të vëmendshëm dhe ta doni pak më tepër ekonominë, sepse vetëm duke deshur atë, vetëm duke u angazhuar rreth saj, duke ju interesuar, ajo ju do të jeni do të keni një mirëqenie më të lartë dhe do të ecim tutje përpara edhe si vend edhe si shtet. Faleminderit.